Por megjithatë, ideali shqiptar ka qenë bashkimi kombëtar. Kjo më thonë tash Ibrahim Rugova nuk ka qenë profet. Nuk ka qenë i pagabushëm. Kur ka thonë këtë fjali, ka thonë gjithë ditën e ka pas gabim. Okej. Domethënë, edhe këtë gabim po përsërisin edhe disa politikanë tjerë mbas tij, se pavarësia është akti më i lartë që mundet me pas një popull. Domethënë, s'ka ma shumë se pavarësia s'ka, domethënë. Po kjo pavarësi është arritur me kompromiset të caktuara, po, e vërtet, se plani atisarit ka qenë, më thonë, një propozim kompromisi. Çka? Kosova njihet si shteti i pavarur dhe sovran, pej Serbisë dhe pej komunitetit ndërkombëtar, në ndërkohë që Kosova i bën disa kompromise Serbisë. E shton, ja pozicionon, domethënë, minoritetin serb në Kosovë e qëtë në një pozicion matë mirë, matë privilegjuar. I bën 6 komuna treja, me shumicë serbe. Gjuhën serbe e shpall gjuhë zyrtare në kretë Kosovën. E shpall këto zonat protektive rreth kishave manastireve dhe e bën decentralizimin për me dhonë fuqi autonomisë së tyre në nivel. Megjithatë, Serbia nuk e pranoi këtë plan për shkakun që i duk pak. Edhe naiviteti i klasës politike të Kosovës shkoi aty që shkoi e realizoi këtë, jo pse e pranoi këtë plan, se mirë që ka pranu, po që shkoi e realizoi edhe decentralizimin, edhe komunat serbe, edhe tana i boni veresi, edhe tash hajde me na njoftë Serbia tha, ja ka dalë, hajde krijoni tash edhe asociacionin. Bilem dojshin me bo edhe asociacionin verësie, e tani me këshyr pafundësisht, domethënë me arrit në kërkesat Serbisë derisa të njohja. Shqyr që qeveria e fundit, kryeministri aktual tha stop, domethënë tak parët, tak salepin, s'ka më verësi. Edhe shpresojmë që ky të jetë kompromisi i fundit asociacioni. Por unë desha të bëj një përvijim historik idesë e pavarësisë së Kosovës. Ajo në fillim, ideja e pavarësisë së Kosovës njerëz ka qenë e artikulume, por ka shku me kohën duke u artikulu, duke u bë më e qartë dhe më e qartë. Ku konsideroj unë se ka fillet autonomia e Kosovës? Pavarësia? Ideja e pavarësisë së Kosovës, se më fal. I ka fillet që në momentin kur